like it's magic. Oh yeah. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So I love when you call and say. Përshëndetje, jemi në hallin e Hotel Diplomat së bashku me vajzat e Miss Universal Albania 2016 dhe Vivian, një prej mentoreve të këtij programi. Vajzat sot kishin për të bërë një set me intimo dhe siç dihet të bësh një set të tillë është paksa e vështirë. Fatmirësisht Vivian ti ke pasur vetë një eksperiencë të tillë, kështu që ke ditur më saktë ju japësh këshillat e duhura. Çfarë ju theti atyre sot? Është e vërtetë që të bësh një set fotografik me linxheri është një nga pjesët më të vështira që ka modelingu, sepse në radhë të parë duhet të kesh siguri në veten tënde dhe në trup. Disa nga këshillat që u dhash vajzave ishte që të kishin sa më shumë siguri në trupin e tyre, të ndiheshin më të bukurat, edhe të ishin sa më sensuale, sepse fundja me linxheri duhet të jesh sensuale, duhet të jesh me plot kuptimin një femër e vërtet. Dhe gjëja që më befasoi më shumë ishte që ato kishin shumë siguri në trupin e tyre. Sigurisht nuk janë ende në perfeksion, sepse janë në fillimet e tyre, por mendoj që janë okay deri diku dhe që do perfeksionohen me kalimin e kohës. Pra në përgjithësi vajzat i dëgjuan këshillat e tua, ishin më se në formë. Si do duken ato sot? Një verdikt ndoshta përfundimtar? Unë në fakt vajzat i zgjodha me shumë kujdes, dy vajzat që zgjodha nga grupi im. Zgjodha vajzat cilat kanë më shumë forma trupore, format më të bukura, paksa mezetare. Besoj se vajzat e grupit tim ishin më të mirat. Faleminderit Vivian, suksese. I'ma care for you. Yeah. 'Cause girl, you're perfect. You're always worth it. And you deserve it. The way you work it. 'Cause girl, you earned it. Yeah. Jemi me Adrola, një prej mentoreve të Miss Universe. Adrola, ç'është shtiu të zgjidhje pikërisht konkurrentët që zgjodha? Unë zgjodha Fotonjin dhe Emin. Ne po punojmë shumë me gjitha vajzat për i trajnuar që të jenë sa më perfekte me format e tyre trupore. Mendova që për këtë set Emi dhe Fotonia ishin shumë gati fizikisht. Janë pak të vogla dhe kishin pak vështirë përshtateshin me këtë lloj setje me intimo. Mendoj që shkoi mirë, pavarësisht se kam shumë pak nësi normalisht, sepse e thash dhe më lartë që janë goca të vogla dhe nuk mund të përshtaten dot, nuk mund të jenë dot shumë sensuale. Por sigurisht nuk mund të shkëlqejnë në të gjitha performancat, ne prandaj po bëjmë sete të ndryshme që të gjitha vajzat shkëlqejnë në një set të saktuar. Absolutisht, kemi dhe momente të tjera që ne do provojmë gocat tona, kështu do shikojmë gjitha mënyrat e mundshme në këtë realitin tonë. Faleminderit Adrola. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Jemi me Gjensila, një prej mentoreve të Miss Universal Albania. Gjensila, seti me intimo sapo ka përfunduar. Në fakt neve sot pam një Gjensil tjetër, paksa më kritike ndaj vajzave. Ç'mund të ma thuar, çfarë ndodhi sot? Sot pritshmëria ime ishte tepër e madhe, duke parë që vajzat e grupit tim shkëlqyen në puntatën e Pogradecit dhe ishin mielma të vërteta. Dhe sot pritshmëria ime ishte shumë e lartë, mirëpo rrugës na dolën tepër vështirësi. Ndaj dhe isha goxha e ashpër, sepse e pash që vajzat e kishin tepër të vështirë që të ishin të lirshme dhe të nxjilnin atë sensualitetin e tyre. Ndaj mu desh që isha pak më ndryshe se ditët e tjera. Sot ishe e rrep, se ato nuk i dëgjuan, ndoshta ai sa duhet këshillat e tua? Jo se nuk dëgjuan, por e kishin të vështirë, hasën vështirësi vetë me veten. Kështu që mu desh që të punoja pak më shumë se në ditët e tjera, në shooting e tjerë, dhe falë atyre kritikave, ndonjëherë lehtësia duhet, falë atyre kritikave arritëm që të bëjmë një punë të mirë. Faleminderit Gjensila.
Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Përshëndetje Flora Alba, seti intimove sot ishte goxha i vështirë. A mund të më thuash pse zgjodhe pikërisht këto dy konkurrente? Po neva, siç e kemi parë në puntatat e mëparshme, kemi pas çdo puntat nga një tematik dhe unë kam zgjedhur çdo herë nga dy vajza. Këtë herë vendosa të zgjedh kosovaren dhe Brigildën për t'i vënë edhe pak në provë, se janë të dyja shumë të ndrojtura dhe doja të shihja se si do reagonin ato. Është pak e fortë si provë, por dolën mirë. Ishin të dyja shumë të ndrojtura. Brigilda më habiti sepse nga që është shumë e ndrojtur, sot ishte më në vendin e vet. Po më në formë, edhe kosovarja doli shumë mirë, po u habita nga dyja vajzat se më nderuan. Kështu që Pra ato i përmbushën pritshmëritë e tua. Ti sot je një mentore e kënaqur. përmbushën dhe dolën tej pritshmërive të mia. Patjetër që kanë akoma për të mësuar, diskutohet. Prandaj jam unë këtu dhe gjithë stafi që është mbrapa që nuk duket që ato dalin në fund këtij formati dalin akoma më të përgatitura. Faleminderit Flora Alba, suksese.